Mehmeti vjen çdo ditë në punë. Ndonë se i shoqëruar, ai fillon punën si centralist në kompaninë rajonale të ujësjellësit Radoniqi çdo mëngjes. Kolegët e tij thonë se Mehmeti nuk ankohet kurrë për punën që bën. Përkundrazi, ai vetë thotë se tash 20 vjet sa punon këtu nuk ka pasur kurrë vështirësi. Kam qenë me të pamë të vlerësuar, që ka vitin 1989 jam i verbë 100%. Sa përket këtu në kompani me stafin ka lek shumë mirë, edhe kom përkraje, por edhe unë punoj i kryoj ato obligimet e mia si punëtor në këtë kompani. Ai ka përfunduar shkollimin e mesëm për centralist vite më përpara. Unë kur jam hinë punë, ka qenë kushti më koni përgatitur si telefonist. Edhe unë e kom pas shkollën e kryes telefonist, shkollën e mesme, dhe kështu si nuk kom pas shumë problem në këtë drejtim. E Mehmeti nuk ka komplekse, ai ka mesazh për të gjithë personat me aftësi të kufizuar. Edhe personat e verbra ose njerëz me nevojë të veçanta mund të kontribuojnë kompanive të ndryshme në komunën tonë. Për ndryshanë mban botës, personat me aftësi të kufizuar ballafaqohen me bariera fizike, sociale, ekonomike dhe të çndrimeve, të cilët përjashtojnë ata nga pjesëmarrja plot dhe efektive si antar të barabartë të shoqërisë.